politike, sepse tjetër gjë propagandojnë dhe tjetër gjë kanë bërë vetë ose bëjnë vetë. Dhe manipulimin e kanë nisur masivisht tani dhe kërkesën përpjekjet për të manipuluar opinionin publik. Një prej këtyre manipulimeve për shembull është numri i pjesëmarrësve ose ato pamjet jo të vërteta me dronjë që nxjerrin. Ndërkohë që realisht qytetarët e shohin që sa njerëz ka aty, ata që janë pjesëmarrës, por dhe ata që nuk janë pjesëmarrës e shohin marshimin, pastaj që pavarësisht se nuk është me gjithë njerëzit e sheshit, por ka masivitet të madh. Nuk mund t'i hedhësh si hi syve njerëzve në një botë kur sot virtualiteti është i jashtëzakonshëm edhe ka impakt, është i aksesueshëm te të gjithë. Nëse më parë nuk e aksesoj edhe mund gënjeje njerëzit më lehtësisht, sot nuk mund ta bësh dhe nuk e di si e marrin guximin realisht që ta bëjnë këtë dhe prap nuk e kanë përgjë edhe kur i kthehen njerëzit kundra, komentet po t'i shohësh, madje një pjesë prej kabinetit i ka mbyllur fare komentet, dhe kjo është e frikshme që ti mbyll komunikimin me qytetarët në rrjetet sociale. Nëpër parlamente i shmangen qytetarëve gjithashtu, tani çfarë kuptimi ka ti jesh përfaqësues kur ti nuk ke guximin të takosh ata që përfaqëson?